Ish futbollisti i dalluar i Tërnolësit Femi Shabani është futbollist që është rritur me klubin, njeriu që ka kontribuar për këtë klub me vite, jo vetëm në fushën e blertë. Përkushtimi, entuziazmi dhe dersët e derdhura për klubin, e gjithashtu edhe evidenca që ka mbajtur për ndeshjet e zhvilluara, është një pasuri historike të këtij klubi. Ai flet me dashuri dhe emocione të veçanta për periudhën kur ka luajtur dhe ka dhënë kontributin për Tërnolësin, veçanërisht gjatë viteve të vështira 94-99, e aktualisht edhe pse mërkimtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kujton me nostalgji për këtë periudhë duke mos e harruar kurrë. Shikues të nderuar, përshëndetje. Në emisionin e sotëm në Fokus kemi mysafirish futbollistin e Tërnolësit Femi Shabanin, njeriu i cili ka qenë me klubin në kohrat më të vështira dhe ka qenë i përkushtuar gjithmonë për këtë klub. Zotri Shabani, faleminderit së pari që përgjigjet ftesës për intervistën e emisionit tonë. Faleminderit edhe juve. Pasi që jeni mërkimtar, t'ju vesëm se po kalonin në përshime. Po ai vendindje është vendindje, nuk ka nuk mund një të gjegje edhe fjalë edhe emocionet kur takon familjen masa viteve, shokët, farifisin, mirë. Jeni ndër futbollistët që mund të thuhet që jeni arritur me klubin prej moshës rinore keni qenë. A mund të na thoni për fillimet, si keni filluar të luani futboll? Po, e vërtet është se jam ndër ato futbollistë që unë lirisht thëmë se kam përkushtu edhe fëminin të klubit, po edhe rinin. Tash e ndi shumë pak ndihem keq pasi që kam migru në Shtetet e Bashkuara për këto 16 vite e fundit, po edhe nuk po mund t'jap kontribut, po me zemër edhe me mend edhe me shpirt jam gjithmonë me klubin futbollistik të Tërnolësit. Dhe si keni filluar, e dim që keni qenë edhe në grup moshat më të reja, keni filluar për klubit? Po, ka qenë viti 83-84. Në atë kohë aktivisti edhe themeluesi i klubit, Fejkja Shari, ma pat bo ftesën, jo vetëm mu, po gjithë grup moshës time në atë kohë, që për më kysh në, si thot, në ekipën e dytë, pasi që ekipi parë ishte garu, në ato vite klubi futbollistik të Tërnolësit prej ligës komunale u aktivizu në ligën ndërkomunale të Vranjës, edhe si kushti asaj kohë ka qenë që duhet të ekzistojë edhe ekipi dytë, ose si sot thonë si piquajnë tash fatost apo pionierët, apo në atë kohë nuk ka pas to, po ka qenë si lloj ekipi dytë. O grup mosha ka qenë në atë kohë kam qenë 15, duket 15 vjeçar, kështu që edhe kam qenë pjesë e asaj gjenerate, ku si sot kujtohet si trener e kemi pas profesorin e edukatës fizike Sefedin Rashidin, edhe do të thonë Sefedin Rashidi ka qenë trenerimi i parë. Në atë gjenerat kam bo pjesë, kujtohen si sot, Refik Ramizi ka qenë portier, mbrojtësi gjatë ka qenë Bajram Gjemaili, mbrojtësi shumajt ka qenë Ruhan Gjimshiti, vija parë Nehat Ramadani, që gjendet në Angli, në Londër, kurse Dimso se vjen qëtër pak ka lujt Bedrush Rashidi. Mes fush në atë kohë kemi pas lujt unë, Izej Taipi, i cili ka qenë kapiten e ekipit, Valbon Saliu, edhe në sulm kanë lujt edhe Arova Fatmir Hasani, ka qenë mes fush me neve, kurse në sulm ka lujt Burhan, mbi emrin tash kujtohet vetëm pak. Burhan Hasani, i cili për momentin duke se jeton edhe vepron në Gjermani. Edhe sulmuesi tjetër ka qenë Valbon Salihu, Gjabir Hasani.
Gjabir Hasani. Billëm në atë vitin e parë, Gjabir Hasani edhe u shpalla golshënusi më i mirë në atë rang. Ne bërëm disa loja dhe një sezon të shkëlqyshëm, por në fund, na dhe pse ishmi në vendin e parë, u dush që e ndeshin të japmi një ekipet vrajës, ekipa quhet Mivi. Industria metalit vrajës, që ashtu quajta këso kohë, edhe ato me kushtet më të mira se na, ato u rangun një ligë më nalt. Po atë vit, mazi patëm atë sezon të mirë, për ekipës u largun për në ekip para kapiteni Izer Taipi edhe sulmuesi më i mirë që kishte asaj kohë Gjabir Hasani. Mirë po në atë po të njëjtin vit u aktivizuan dy lojtarë shumë të mirë dhe shok të mirë. Lojsh Hasani, i cili ai gjendet në Gjermani, edhe Vona Daci. Edhe ai gjendet në Gjermani. Kështu që kemi qenë një gjenerat shumë i mirë edhe na vazhduam 1-2 vite. Nuk i kishim atë rezultatet si më parë, po prapë ishim një ekip shumë solide, shumë me talente, shumë që dinim me lujë, që dinim edhe ishmi shumë shok të mirë. Pas asaj, për shkak kushteve që kishte klubi futbollistik Tërnovci, aktiviteti i ekipit dytë ndërpreja, unë isha 17 vjeçar. Kështu që aso kohë në klub erdhe trajneri i mirënjohur, Xheledin Ahmeti, i cili posedonte një një gjenerat fantastike, një gjenerat shumë të mirë të lojtarësh, një gjenerat që sot e kësaj dite përmendet, tash them kështu në atë grup, që më thonë atë gjenerat që të kam po pjesë ka qenë Lulzim Haliti, Vullnet Junuzi, e tjertë që i kemi përmendet në emisionet tjera. Mirë po unë si i ri edhe pak pa përvoj nuk kum pas do një vend në atë 11 e parë si sot që thuhet. Po e gjithmonë kanë qenë në atë 16 apo në atë, po jo nuk kam qenë i lumtur me atë, si kam ditë edhe ta bëj. Edhe për arsye se konkurenca ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Megjithatë keni qenë pjesë e kësaj ekipe dhe çfarë i kujtohet nga kjo kohë, kur dihet që Tërnovci ka treguar lojra të shkëlqyeshme dhe ka pasur një mbështetje frenetike te fallëve. Po du t'i ceki disa gjana të cilat që pasi dhe që thash kam qenë fëmijë i klubit, kujtoj shumë gjana të mira, po edhe të thjeshta, shembull, po marrim në atë periudhë. Bonte Tërnovci gara që thash në ligën ndërkombëtare dhe u dushte një fitore në Vrajska Baje, bajnjën e Vranjës. Ta zhvillonte aty u duket Tërnovci, si më duket në atë kohë u duket një barazim. Mirë po, unë atë ndeshje nuk udhtova për arsye se isha pak si me grip pak i smut edhe mirë më ndodhi nuk kam qenë aty, po ndodhi një fatkeqësi që sot e kësaj dite nuk e harroj. Aty një tifozi joni humbi jetën edhe ti ndodhi një fatkeqësi edhe më kuptohet si shumë një pikëllim i madh, shumë një si se harroj, domethënë nuk mundet të harrohet ajo. Mbas ative gjithë sukseseve, gëzimeve, fitoreve, mirë më në ndodhi një fatkeqësi e cila se harroj. Kurse po atë vit ma vonë edhe Tërnovci u kvalifiku ligën regionale të Leskovcit. Pa shumë peripeci për arsye se si dihet terreni e kishim, po nuk i plotësonte kushtet, e më thash jo. Pastaj klubi futbollistik Hajduku na lejoi disa loje, pastaj me intervenimin e serbëve këtu në asaj kohe. Në ndalun edhe që klubi u dështe të udhtonte në Vladiçki Han e ku di unë ato. Unë kam qenë
gjithmonë aty. Dhe që kam qenë, po unë kam qenë edhe se thëmë si lloj i kam kujdes edhe për të gjana tjera, jo vetëm për lojë. Kujdes edhe për veshmbathjet, për fanelët, për i kom me entuziazm i kom marrë, i kom pastru, i kom qitë lojtarët tonë, ose edhe unë ti kemi ka shumë për ndeshjet. Më thash, jo ndo gjana që faleminderit për këtë intervistë, më çojnë shumë mbrapa fëminisë time edhe rinisë time. Përveç këtyre kontributeve që dhet ju, keni dhënë një kontribut shumë të madh kur keni mbajtur edhe evidencën e gjitha ndeshjeve, i keni të shënuara. Po, si thot shokim Fatmir Ademi, si e kam mik shumë për zemre, thot, ti thot femi, ke qenë si Facebooki ditëve sodit. Po, është e vërtet, i kam marrë gjitha evidencat, po më vjen keq se në periudhën 84-88, gjithë shënimet i patna bohen, ndeshjeve, informacioneve, po edhe gjyqtarët, kush shukojnë kollë shënuese, gjitha i kam marrë evidencët, atë periudhë 88-89 unë shkova shërbimin ushtarak, pas ju ktheva për fat keq, kishim pas po një renovim shtëpi edhe jo në zhduk ato dormez. Mira ma vonë me inkuadrimin e kufetonovësit në Ligën e Kosovës, viti 96, 97, 97, 98, ati kom marrë gjithë evidencët edhe i kom ndihmu besa edhe trenerit nëse po edhe stafit, trenerit Recep Adili ndjerë, edhe stafit për këto. Dhe me thënë kom marrë evidencën, si kam qenë si edhe si lloj, mos them sekretari, apo nuk po di si ta quajë. Para se të dalim te kjo periudhë kur Tërnoci ka luajtur në Ligat e Kosovës, ju keni qenë me klubin deri në vitin 92 kur ka ndërprer aktivitetet, edhe pse me një pauzë kur keni shkuar në Gjermani. Po, në vitin 89, pasi e kriva shërbim ushtarak, isha në vizite babaj për jo 2 vite, pastaj në vitin 91, fundi vitit 91, për më thënë më këthi, kusem vitin 92 ka qenë një, si të them, një mrekulli për mu, një papritur ashtu, ku isha antari kryesisë Heredin Ademi, në asa kohë. E kishë vizitu Tiranën, disa shokë dhe u ishtë njoftua që me disa njerëz të klubit futballistik Partizani Tiranë, ku ata i kanë bo ftesë që klubi futballistik Tërnovci është i mirë se ardhen të zhvillojnë një ndeshje futbolli në Tiranë. Folin në Tiranë në vitin 1992. Ne dyshim ishim shumë skeptik, shumë nuk i besonim asaj që do të ndodhe, ishim shumë të ri dhe naiv. Mirë mo, po ideja e Heredin Ademit, fakt, po aso kohë i ndjeri prap, Recep Adili bani përpjekje të mëdhaja dhe bani një punë të palodhshme që na ta realizojmë atë ndeshje edhe ja realizojmë ndeshje, kështu që thumë një ekspedit për Tërnovci për Tiranë me një autobus. Nuk më kujto sa njerëz kanë qenë, po le që ishmi në lojtarë, po ishim edhe disa tifos që na bashkan gjitën edhe e vizitum shtetin Nama aso kohë. Që zhvillum një ndeshje me Partizanin, basic, kvaliteti ditë, mirë po edhe na e bënim një ndeshje shumë bukur, ku humbëm 4-2, po me të vërtetë tregum një luaj shumë bukur, ku që edhe timve i pëlqinë aso kohë dish lojtarë tonë, Sedat Pajazitja dhe Endri Saliu. Dhe trenerët aso kohë thanë, këto 2 talentet me ndejt Partizan, kështu që ma vonë Sedat Pajaziti bëni një karierë Pajazit mirë, në aso kohë Partizani Tiranës, kurse Endri Saliu u këthy për arsye familjare,
pasi që ata familja ti mirë me një biznes familjare, nuk mundi të vazhdoj karierën atje, edhe pse kishte talentin edhe pse kishte kapacitetin, po se ka qenë një mbrojtës i djathtë shumë i mirë. Kjo është domethënë periudha ku me të vërtetë është një historik, është një tash është lehtë, se për shembull për marrëmi tash shkon Tiranë, ti shkon Durrës, shkon Shqipëri, shkon gjithë botën. Mirë ma në aso kohë, dihet pse dhe dihet shkaku pse marrëdhëniet kanë qenë ish Jugosllavi, Shqipëri, kanë qenë shumë të ftofta, kanë qenë shumë, edhe na kemi pas bilum, kujtohet mas ardhjes klubit për saj turneje, sipas informacioneve të mia, Indieri Rexhepadili ka pas disa biseda informative në policinë e Bojanosit, sa kohë pse mbada da, më thash, megjithëse prap vetë filloi ajo udhim barierë, udhim ajo muri, si them, nuk kishte mo që thojnë gjasët që ndalin që të vizitojnë shtetin anë, mirë më prap kanë qenë të peripetësi cilat për shembull Rexhepadili përjetoi, edhe pasi që unë jam qenë me të ndjerin shumë i afërt, mi tregonte në asaj kohë. Mirë po, fundit ajo vizite në 1990 ka lënë, domethënë, gjurmët e veta ku si sot shumë futbollist, që e dim, të KFT-Novësit edhe të Luginës, vazhdojnë karierën në Shqipëri, luajnë futboll, mirë më ta them edhe realiteti ka qenë ajo, do thonë ka qenë vizita në 92, fal Redin Ademit, ajo që i thej barierat. Dhe pas kësaj kohe vjen një periudhë e vështirë për klubin, kur nuk ka garuar në ligat e Serbisë dhe me kushte të vështira financiare, por ju me disa ish bashkëlojtarë keni mbajtur të themi gjallë klubin. Së pari me ndeshje miqësore, pastaj me inkuadrim në ligat e Kosovës. Po, duhet ta ceki një detaj, kështu që për fakt sot për shembull shoh stadioni është me bari, është me kushte shumë të mira, gjelmoshat e kanë ujin, e kanë kushtet jo të këqija, për një stërvitje, apo për një ndeshje, apo një aktivitet tjetër. Aso kohë kur ktheva për Gjermanisë në vitin 1994, edhe u futa në veshtorit, edhe pash një rrëmuj, pash një skandal, të them ashtu. Ne shumë mirë dim se gjithmonë bashkëdhetarët edhe fshatarët nga kanë ndihmu që t'i blejmë ato rekvizitet, ato fanelat, ato gjithë, du me thonë, rekvizitet sportive. Më tha tash mirë ma dhe nëse kohë na pa të ndihmu, pa të mi rregullua dhe banjët me bojleret, me bujë nxehtë, të thash. Me më kur ktheva aso kohë është dëshprova për i pash ato dritarët e thyme, atë inventarët thyme, atë mizori kështu. Mirë më Rexhepadilis tash, Femir Feyzullahu, Baramali Feyzullahu, Izet Taripi edhe shumë shok tjerë, mos t'i përmendi sa shumë jemi, edhe mirë që jemi. Fillum edhe pastrum, rregullum, fillojshim, bënim turnire, bënim stelinin gjithmonë me aktivitete. Jo në loje miqësore, thëshin për Prishtinën, jo Gjilanin, zakonisht me Gjilanin kemi pas marrëdhënie shumë të mira edhe me Prishtinën gjithashtu, po me Gjilanin më afër, edhe me Dritën edhe me Gjilanin kemi pas marrëdhënie shumë të mira, zhvillonim ndeshje. Kjo shkoi kjo disa vite kur një ditë Rexhepadili më tha du të aktivizoj me ligën e tretë të Kosovës. I përfaqësi këndshme. Edhe ajo ndodhi. Ajo ndodhi, mirë më problemi ishte ishmi financiarisht shumë keq, ishim shumë jo të përgatitur, ishmi edhe fondi lojtarëve ishte shumë i dopë për arsye se aso periudhe disa lojtarë garonin ligën e Kosovës, që din Fatmir Ademi, Izet Taripi, Galip Zahiri, Sedat Pajaziti.
Mervan Ameti, Endri Saliu, karonin dikën e parë, disa për Kitkën, disa për studentin Dobroçan, duket. Kështu që ishim jo si ishim përgatitur, kështu. Mirë po, them kështu, puna pa lodhët e Rexhës, që edhe me neve disave aty, do të thonë disa bashkëtojtarëve, bënim një ekip, po jo ekip, si them kështu, ekip e cungume, ekip ku nuk ishim mirë, po prap them fatkeqësi, si them kështu, ashtu kohë u afruan disa lojtarë të ri, Faton Fetahu, një sulmues shkëlqyshëm, pastaj Ridvan Murati, një mesfushor shumë agil, shumë i mençur. Edhe një mbrojtës shumë agil, si ishte Muharrem Elmazi. Edhe na disa aty, pastaj fat madh shumë patëm kur u kthyn prej njeni u kthi prej Kitkës Hogoshtit, Izet Taipi, cili jashtëzakonisht na ndihmoi në mes fush, se shpesh herë mendoj pa kthimin e atij, me të vërtetë kishmi pas let ndoshta ta mrim atë sukses. Edhe një mbrojtës i mirë, siç është Fadil Abazi, që i kthi prej klubit futballistik studenti Dobroçan. Kështu që me një fjalë Rexha e bën një komponim të ekipit, edhe cili fillim nuk kishim ndonjë ndonjë rezultat apo më thotë mirë, po bënim ndeshje pa lodhshme, miqësore dhe angazhime edhe arritëm kvalifikim, më kvalifiku për domethënë me fut në ato kvalifikimet. Se vendin e parë na nuk e kapëm aty dorë përsi për shev ishte ma përgatitur, ma komplet, edhe ato ishin kampion kurse na nën kampion. Mirë po prap na u kvalifikum për kvalifikime, ku i zhvillum disa ndeshje, duket në stadion Flamurtarit në asaj kohe. Edhe patritimi i madh pak ka qenë se i kemi luajt 3 ndeshje për 4 ditë. Të me thonë, nuk na hipshin pak koçit, bëhem një pauzë edhe se kohë Rexha Padili kishte problemin e bankinës, në bankinë nuk ishim lojtarë që paktën ta bojnë një zavendësim, një freski në ekip. Kështu që u kvalifikum në finalen e ara me një ekip të Prishtinës, Rilindja. Edhe ajo është një ndeshje e cila është kujtimet e mia, ala është e freskët në mendimet e mia. Dhe aty bën një padrejtësi e madhe ndaj refert, më thashë edhe bën një rromuj mas ndeshjes, se kështu ashtu. Mirë po prap si tregum një kulturë sportive në atë finale, dhe tregum një vërtet një kvalitet si ekip, edhe meritonim na si kishim kapacitet që të garojmë në atë kohë. Edhe pse na mungojshin, si thash pak më herët, shumë lojtarë, lojtarë më të mirë, që kishim në atë periudhë. Prap na u langu me futëm ligën e dytë. Pastaj me aktivizimin ligë dytë, pastaj u kthin lojtarë prej klubeve që garonin në atë kohë, dhe na bënim një ekip solide, pak më të mirë, me një konkurrencë pak, me një bank pak më të fort, me një kvalitet më të mirë. Zhvilluam një sezon të mirë, shumë të mirë. Mirë më dihet pastaj, për shkaqe lufte, aktivitetet të ndërprerën, në vitin 89 e dim gjithë se si ka qenë një tmerr, ka qenë një mizori, sidomos për shqiptarët, edhe aktivitetet e klubit në asaj kohë ndërprerën. Kjo është një histori, kjo është një du të theme të jaceke diçka se klubi futballistik Tërnosi nuk ka qenë vetëm një klub, ka qenë për mu ka qenë një institucion, si të them
me shokët shembull, me gjithë shokët me ish lojtarët. Aq kemi me të afërt, aq kemi me të miq, aq kemi ja unë jam që kom marrë prej Shteteve Bashkuara një muj, nuk ka natë që në takohemi, nuk bisedojmë, nuk ose te pipa futboll takohemi, të luajmë, pastaj mbas ndeshjes ndalemi, bisedojmë, çmallemi edhe. Kjo është një zbesoj që çdo klub e ka këtë. Edhe pse na në asaj kohë nuk kemi pas kushte, ta them drejtën as nga një sak mas ndeshjes me pi. Mos të falemi dark apo njerëz. Ajo po neve ka qenë një luks. Neve ka qenë më tepër një kënaqësi na të zhvillojmë, nuk ka rëndësi ka s'ka na, nuk ka problem. Na gjithë ne kemi dish klubin, ne kemi edhe besoj që po të na hap zemrën gjithëve neve është me siguri simbolik klubi futbollistik të nofsin zemrën tonë. Prej vitit 99 se përmendet jetoni pra jashtë në Shtetet e Bashkuara. Dhe çfarë periudhe ka qenë kjo për juve? Aso kohë se për me në të merin e 99 është harrot. Besoj që ka njeri që ka prijetu e harronat. Është largimi im prej vendlindjes ka qenë një gjanat më të këqija që më ka ndodhur një temë në herë. Me lon familjen, fare fisin, shokët edhe me shku në Shtetet e Bashkuara. Mirë mone i ka në atë kohë si them kështu drejtën që e një ditë do të kthehem në Evropë apo më afërmi, po ashtu s'ndodhi, jeta vazhdon. Dhe çfarë mund na thoni për aktualitetet sportive, futbollistike? Pra këtu në Lugin Preshevës. Po, faleminderit për këtë pyetje, po, unë shumë kam qenë dhe fosur para nuk u di një vit, dy. Kur rrjetet sociale lexova se klubi futbollistik Hajduku ndërprer gara. Është një gjuna, është një mëkat për arsye se Presheva ka një rini fantastike sikur Trnovci apo Bojanovci. Është ditor për shembull një Bojanovci ka dy ekipe futbollistike, kurse Presheva një qytet me tradit futbolli nuk aktivizohet. Nuk e di, ajo problemi tënë, nuk do të thashëm të gjykoj, mirë po është një gjuna për rinin. Kurse klubi futbollistik Trnovci me shumë peripetësi, me shumë dihet, me kushte të vështira, me si na kemi mbajtur kontinuitetin edhe rezultati po shifet. Sot për shembull kemi shumë lojtarë, me Gjalbir Tajipi në Ligë 2 Zvicrës, Arnor Fezullahu për Lund Tiranë, Partizan Tiranës, Mensur Limani, po ashtu Tiranë, tjerë, tash nështë edhe do një për harroj të më falin, ama të më thonë ka, ato lojtarë nuk kanë dalë rasisht, po me punë. Me punë të palos me Sedat Pajazitit, mas që në Recep Adili njerë në la, vazhdoj punën Sedat Pajazitit. Edhe boni sukses, nuk boni Sedat Pajaziti sukses parësi se të e kish këtë shkopin magjik edhe boni lojtar me nënatë. Jo, me punë. Tash e shoshja më me marmi, Faruk Nazifi ka qatë intensitet, të më thonë, vazhdojnë si rot, ajo të nacë. Dhe tash për du të livdona, nuk kam të livdona qef, po puna si po të regon vetë rezultatit. Kurse shemë me marmi, edhe në Bojanovci që ekzistojnë di klube, nuk janë shumë i afërt, të thonë ato, po kam shumë simpati edhe dëshoj sukses edhe është shumë i që të mirën me rini. Kam respektuar zakonisht ndaj trenerit të FBS-s Vedatin Bjemni Spedi. Edhe gjithë lojtarëve të FBS-s për shembull, aferim që të mirë me rinin, që mos t'i luajmë rrugëve, mos t'i luajmë në për kafene apo në për internet kafe. Të punohet me rinin, që sot i kanë edhe pak ma let, s'po ma let, po është pak ma ndryshe sa kohë. Unë e di në ato kohë Bojanovci se nësë kemi pas as lojtarë të mirë si ndoshta sot lirisht mund të them kanë mujt të jetojnë për futbollit, si kanë pas një kapacitet, një njohuri të madhe në futboll, janë qenë shumë talenta.
Po besoj se nuk jam rrjedha këtu, po besoj se sot ka lojtarë që ka lugina, lojtarë që mojnë lirisht nështë ajo me lujt ekipa po ligët të mlaja, po pse dhe jo, po ligët tjera, pse jo. Çfarë pozite keni luajtë dhe a jeni aktive nda luani futboll? Po, mu kam qenë gjithmonë mes fushor defanziv, rol gjithmonë më ka pas pëlqy, me gjithë se them kështu nuk jam dhe një lojtari cili jam shkolluar se kom pas dhe një si sot që kanë për shembull Sedat Parazitin trener me licencë FIFA-s që më marrë, me që do ka njohuri jashtëzakonshme në futbollit, i cili është një pedagog shumë i madh. Po ashtu kohë më ka marrë mendje mu se unë jam mes fushora dhe aty jam mundu në atë temën, nuk e di, s'më ta vlerësoj vetën, kurse aktiv jam ende, jam në për Amerika, kam shku natë nënë një më aktivizu, spari në ligën e dytë latine, thot, në Fort Worth, Dallas, edhe mas një viti u ka aktivizu në ligën e parë latine, që kum pas rastin me luajt me disa ish lojtarë, edhe me 3 reprezentatus të San Salvadorit, ku e pat mi marrë edhe vendin e parë 2 herë. Kurse për momentin jam në ekipin e veteranëve që aktivizohemi ende që la luajm futboll, një herë në javë, sa për të them më shumë rekreacion se sa në një. Më mirë, më prapë është një ligë që janë disa ekipe që konkurenca është hala në nivel. Kështu që edhe bëjmë ndeshje, turne, shkojmë çdo vit, çdo janar në Las Vegas, ku është një turnir i madh që zhvillohet. Tana verës bëhet në Michigan, prapë edhe që shkojmë edhe kështu prapë me futbollin. Po është në rritje populariteti i futbollit në Shtetet e Bashkuara atje, apo më shumë në evropiantë? Jo, është e vërtet që është në rritje edhe është prapa liga e Amerikës është një ligë që nuk po them se është shumë me kvalitet, mirë me shikueshmëri është shumë e madhe. Mirë më prap jam skeptik që mund për shembull të bëhet një ligë, pasi që ata kanë futbollin amerikan, edhe kanë baseballin, edhe kanë, si dihet, basketballin, këto 3 sporte janë shumë më të avancuar edhe si të them shumë janë të pasuna. Kur të them pasuna te keni New York Yankees në basketball, i cili konsiderohet si një ekip më e shtrenjtë në botë, që është më gjigantja. Mirë më radhitet edhe ekipet tjera të futbollit amerikan. Si që është kjo Cowboys të Dallasit. To e konsiderohet si ekipe e 3 e 4 për nga pasunia si ekip sportive. Dhe cila është për në fund porosia për të rinjt? Po, unë e qeka pak më herët. Spari mendoj se klubi futballistik Tërnovci ka nevojë për më shumë tim, më shumë njerëz, ato trenerat siç janë po në momentin Faruk Nazifi e tjerë ka nevojë më shumë për ndihmë, kanë paktën morale, paktën financiare, më po se po. Edhe e di si tash ka ngjerë një gjeneratë e re, e cila është pa përvojë, po është mirë këto djemë sot përkrahen, këto gjeneratë përkrahen. Pasi që unë jam kam lësim plot se ato djemë që për sot veshin fanelën e klubit futbollistik Tërnovci, është një apo 2 viteve ato do të bëhen shumë lojtarë me kvalitet, më tash i duhet përvojë, ama mendoj se i duhet edhe trenerëve edhe stafit i duhet më tepër ndihmë bashkëdhetarëve, për bashkëtarëve me shku mi përkrah ndeshjet, kur zhvillohen mi përdojnë përkraje rininjës ati që i lunë, jo, mësë më shku për shembull tash kushtet e mira me tribuna, me stadion, me bari, me gjitha, në atë kohë, së kohën tonë, as tribuna nuk kemi pasën, e as stadion me bari, ne kemi pas 2.000, 3.000 e ma tepër shikus, edhe na kanë përkrah. Kurse sot edhe apeloj që prapë po
ajo tifozori, prap fillojnë ato gallart, ku ndalen në gallart, nuk e di, ku është problemi, po do duhet me gjenë stadion të paktën 2 herë në javë që ta përkrajnë jo individin, po klubin futbollstik Tërnovci. Faleminderit shumë për intervistën dhe nëse keni shtani diçka. Faleminderit edhe për juve, faleminderit për stafit tuaj, faleminderit për këtë emision qëllum. Unë që ka pak më herët, ku nuk e kam andru një ditë që do vije një ditë edhe ju do të, apo jo për tjerë, të intervistoni ish lojtarët dhe aktivistë të klubit futbollstik Tërnovci. Është një për herë parë kur i kam pa emisionin tuaj që në Amerikë jam emocionu tepër. Edhe faleminderit që jam në këtë pjesë këtyre legjendave, ish trenerëve, ish punëtorëve klubit futbollstik Tërnovci. Ku nuk e kam menduar se kam këtë nder. Faleminderit, sukses. Faleminderit për juve. Femi Shabani dhe shokët e tij kanë mbajtur gjallë klubin e Tërnovcit në kohrat më të vështira, e më pas nga ky klub të dalin emrat e njohur që sot luajnë në ligat e Zvicrës, Shqipërisë dhe Kosovës. Ky kontribut duhet vlerësuar pasi klubi nuk ka qenë vetëm klub futbolli, por ka qenë shumë më tepër për shqiptarët e Tërnovcit, por edhe të komunës së Bojanosit e më larg.